Kur flasim për integrimin në Bashkimin Evropian, flasim edhe për sfidat që do të kenë bizneset dhe sidomos ato në sektorin bujqësor. Për të diskutuar se cilat janë kërkesat që ka tregu evropian nga bizneset shqiptare në sektorin bujqësor, por dhe çfarë duhet të përmbushin, këto të fundit kam të ftuar në intervistë zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar. Përshëndetje Shkënesi. Përshëndetje, faleminderit. Duhet ta nis pikërisht me pyetjen, çfarë kërkon tregu evropian nga bizneset shqiptare në sektorin bujqësor në Shqipëri? Do futemi në një treg të ri, në një treg të organizuar, në një treg që ka standarde të tjera, nga ato që kemi pasur ne më përpara, në një treg ku standardet tona kanë qenë sipas dëshirës, do të futemi në një treg ku standardet janë të konturuara sipas ligjeve përkatëse, sipas vendimeve përkatëse, pra do të ketë një ndryshim rrënjësor. Tregu jon do të njësohet me tregun e Bashkimit Evropian, prodhimet tona do të kenë cilësinë dhe sigurinë që kanë ato të Bashkimit Evropian, produktiviteti dhe efektshmëria, po flas në gjuhë më të thjeshtë, duhet të jetë e tillë që të jetë konkurruese me ato të Bashkimit Evropian. A i kemi ne të gjitha këto? Pjesërisht i kemi, por shumicën nuk e kemi. Nuk e kemi shumicën për shumë arsye. Arsyeja e parë është që 35% e popullsisë banon në fshat. Banon në fshat dhe punon për vetë konsum. Këta nuk kanë probleme dhe nuk do të kenë probleme në vijimësi. Një pjesë e mirë e veprimtarisë tonë, po marr fushën e perimeve, është tashmë e trajnuar në një farmase dhe ne jemi në tregun e Bashkimit Evropian me eksportin e perimeve të freskëta, por nuk jemi me eksportin e perimeve të përpunuara, sepse ne nuk do të arrijmë në këtë fazë, në fazën e eksportit të perimeve të freskëta, të lëndëve të para. Do të shkojmë tek përpunimi. Nuk jemi në këtë fazë dhe natyrisht duhet të përafrojmë teknologjinë, duhet të përafrojmë dijet, duhet të përafrojmë legjislacionin, duhet të përafrojmë mënyrën e organizimit, në mënyrë që ne të jemi konkurrues në këtë drejtim. Pra, kjo është e para, që ne duhet të përballemi me një konkurrencë të vështirë, po e quaj këtë sepse ne jemi përballë me konkurrencë edhe më parë. Dikur në kohën e komunizmit, ne jemi përballur me izolimin, me konkurrencën e vështirë të izolimit. Sot përballemi me konkurrencën e hapur dhe pikërisht për këtë ne duhet të përgatitemi. Megjithatë, të mos e shikojmë vetëm anën e vështirë të çështjes. Nëse ne flasim për produktivitet të ulët, atëherë ne kemi vënë në dyshim financimin e institucioneve financiare, sepse asnjë institucion financiar nuk financon produktivitetin e ulët. Dhe pikërisht këtu duhet ta fillojmë që të jemi më produktiv, të jemi më të efektshëm, të jemi më konkurrues brenda vetes. Si mund të jemi më produktiv, më të efektshëm dhe më konkurrues? Ja, mund të jemi në mënyrë të tillë. Ne të ndryshojmë dhe duhet të ndryshojmë kooperimin dhe të luftojmë informalitetin. Duke u kooperuar, ne do të jemi më produktiv. E dyta, dhe shumë e rëndësishme, është që ne duhet të investojmë fort tek mekanizimi, tek inovacioni dhe digitalizimi. Dhe këtë ta bëjmë me teknologjinë e fundit, jo më me mjetet të vjetra siç kemi importuar dikur, me teknologji të vjetër për mungesë të financimit, por këtë ta bëjmë me nivelet që ka sot zhvillimi shoqëror evropian dhe më gjerë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Nuk është e nevojshme që ne të zgjasim kohën derisa të arrijmë në majat që ka arritur sot teknologjia në fushën e bujqësisë. Po marr për shembull për ta kuptuar këtë, po marr serat. Ne kemi sera që prodhojnë 800 deri 1000 kuintal për hektar, por sot ka sera që prodhojnë 3000 kuintal për hektar. Atëherë pse të mos ndërtojmë ne sera 3000 kuintal për hektar, po të vazhdojmë ndërtojmë sera akoma 800 deri 1000 kuintal për hektar? Në këtë prizëm them që ne duhet të investojmë, të punojmë dhe të zhvillojmë ato tregues të cilët janë në përputhje me ato të Bashkimit Evropian. Po marr elementin tjetër. Ne kemi sot industrinë e përpunimit të drithrave. Ne kemi industri përpunimit drithrash të teknologjisë fundit me kapacitete që mund të eksportojmë edhe në Ballkan. Mund të eksportojmë edhe më gjerë. Pra ne mund të përpunojmë drithra me teknologjitë që kemi për t'i quar ato më tej. Por ne këto duhet t'i ndihmojmë, t'i konsolidojmë në mënyrë që të vendosim një ekuilibër midis importit dhe eksportit. Pra atje ku kemi mundësi të eksportojmë dhe kemi teknologjinë, ne t'i mbështesim që ato të bëhen konkurruese dhe të luftojnë me tregun në tregun e huaj, atje ku nuk kemi mundësi, ne të zbatojmë një parim tjetër. Se ne flasim gjithmonë për vështirësi, por Bashkimi Evropian nuk e di kush jemi ne,
që do të na fusi dhe do të na pranoj? Natyrisht që e di. Dhe natyrisht ata kanë vënë dhe një parim lidhur me këtë çështje, që është parimi i fleksibilitetit, që do të thotë shumë nga treguesët që ata i kanë arritur me kohë. Ju është dashur, janë dashur vite dhe vite. Dhe veçanërisht po flas këtu për sigurinë ushqimore dhe për cilësinë e produkteve. Natyrisht ne do të arrijmë ato tregues që ata kanë arritur prej shumë vitesh, natyrisht ata na lënë dhe një kohë të caktuar, 5 vjet apo 10 vjet pasi ne të hymë në Bashkimin Evropian. Pra, kur ne kemi zgjidhur problemin e financimit të produktivitetit të ulët, sepse ky është problemi që ne duam të zgjidhim sot. T'ju themi europianëve, t'ju themi institucionet financiare, t'i themi buxhetit të shtetit, që ne kemi produktivitet të ulët jo për faj vetëm të menaxhimit, jo për faj vetëm të arsyeve subjektive, por edhe të arsyeve objektive, të cilat duhen mbështetur me financime grand në radhë të parë, por edhe me financime të tjera me kushte lehtësuese që duhet të kalojmë nga produktiviteti i ulët në produktivitet të lartë. Po marrni një shembull që për ta kuptuar. Ne kemi sipërfaqe toke të kufizuar, por kemi burime ujitje shumë të zhvilluar në konceptin gjithvjetor. Pra ne kemi ujë, nuk është se ne vetëm në thatësirë për mungesë ujë, por ne nuk vadisim për mungesë infrastrukture dhe në fundit pse të mos rrisim produktivitetin dhe rendimentin duke shtuar sipërfaqen e ujitjes. Ne kapacitetin e ujitjes në Shqipëri e kemi 400.000 hektar. Shkojmë te 200-220.000 hektar. Pra ne kemi kapacitet për të investuar dhe për të rritur produktivitetin. Këtu duhet ta zhvillojmë dhe këtu duhet ta përqendrojmë vëmendjen. Pra, e dyta dhe shumë e rëndësishme ka të bëjë me mekanizimin, me inovacionin dhe digitalizimin. Ne kemi 8 milion parcela. Ne nuk mund të kemi produktivitet dhe financim për 8 milion parcela, është e pamundur. Ne duhet të digitalizojmë këto në mënyrë të tillë që të bëhet kontrolli automatik, të bëhet kontrolli digital dhe ne të kemi mundësinë që të financojmë prodhimin dhe të financojmë për njësi sipërfaqe siç Bashkimi Evropian bën sot. Pra ne e kemi mundësinë për ta bërë digitalizimin. Sipërfaqja nuk është aq e madhe, sa ne na duhen vite e vite për ta bërë. Ne mund ta bëjmë këtë më shpejt dhe më ashtu. E dyta, e treta dhe më e rëndësishmja, mbetet financimi. Nëse ne nuk do të financojmë ato resurse të cilat kanë produktivitet aktualisht, por edhe ato resurse të cilat kanë perspektivë për të rritur produktivitetin, ne do ta kemi shumë të vështirë për të thithur financimet dhe nuk mund ta kuptoj dot qasjen që bëhet dhe kohën që po zgjatet për IPARD-in, për fondet IPA. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ne mund të punonim natë e ditë që fondet e IPARD-it dhe fondet IPA të mos i bllokonim për një kohë kaq të gjatë, 2 vjeçare sa që kemi bllokuar. Mundësitë janë dhe ne këtu duhet ta përqendrojmë vëmendjen dhe këtu duhet luftuar fort që ne të arrijmë të kuptojmë që me fondet e Bashkimit Evropian nuk bëhet shaka. Edhe legjislacioni që po vihet tash dhe që ne po e transformojmë është i tillë që ka sanksione jashtëzakonisht të mëdha për ata vetë që janë në Bashkimin Evropian dhe natyrisht dhe për ne që futemi në Bashkimin Evropian. Kur flasim për produktivitet, ju përmendët pak arsyet e produktivitetit që aktualisht kanë mbetur në fshat gjenerata e tretë dhe bujësia bëhet pak a shumë në mënyrë amatore dhe nuk ka të rinj që mbarojnë shkolla, universitete që specializohen nuk duan të kthehen në fshat. Elisabeta, shiko, ne kemi 33% të popullsisë akoma në fshat. Nuk i ka askush, asnjë vend i Bashkimit Evropian nuk ka këtë popullsi në fshat. Dhe ne nuk mund të themi sot, aktualisht, këtë vit, të themi që nuk kemi njerëz. Ne kemi njerëz që na kthehen, kemi dhe njerëz aktual që janë atje. Dhe keni parasysh që rreth 32%, 33% sot janë të formalizuar. 70% janë të paformalizuar. Dhe këta 70% kanë mundësinë të prodhojnë për vete, por të kenë një tepërisë produkti. Ne duhet të mendojmë pikërisht për të tepërisë produktit të këtyre 70% që është akoma i pa formalizuar, por që jep një kontribut, sepse në fundit bujtinat që janë për fshatra, agroturizmi që është përsëri në fshat, po edhe disa llojshmëri produktesh që ne nuk mund të importojmë, sepse nuk ka kërkesë të madhe, por ama për turistin janë shumë të rëndësishme. Ne duhet ta zhvillojmë këtë fushë, pra shumëllojshmërinë e produkteve. Kjo nuk ka produktivitet,
por kjo ta jep në mënyrë tjetër, ta jep tek turizmi, tek rritja e cilësisë dhe tek afrimi i turistëve. Pra, ne duhet ta shikojmë në kompleks produktivitetin. Ne realisht tokën nuk e kemi aq të kontaminuar sa që kanë të tjerët që investojnë shumë për tokën. Ne kimizimin nuk e kemi aq të zhvilluar sa që kanë të tjerët që kanë tokën e kimizuar, industrinë e rëndë që është kontaminon tokën, ne përsëri nuk e kemi aq të zhvilluar, për mos thënë që kemi shumë pak që ndikon negativisht. Pra, ne na duhet pak investim për tokën, krahasuar me të tjerët. Por ne mund ta quajmë shumë, në mënyrë që ne të futemi dhe të zhvillojmë atë sipërfaqe toke me produktivitet lartë, dhe ne mundësitë i kemi, kushtet atmosferike i kemi, ujin e kemi, mungesën e kimizimit dhe gjithë kontaminuesit e tjerë e kemi. Na mungon një element që ne mund ta kthejmë në përparësi, që është prodhimi i plot organik dhe eliminimi i mbetorinave ose përpunimi i mbetorinave, riciklimi i tyre. Edhe këtu ne kemi rezerva shumë të mëdha. Importojmë rreth 20-25 milion euro në vit ple organik. Nuk ka arsye që Shqipëria ta bëjë këtë. Dhe ne kemi mundësi që të prodhojmë jo për Shqipërinë, po të prodhojmë edhe për vende të tjera, të cilat nuk e kanë të zhvilluar këtë element të prodhimit të pleut. E kam parë këtë në Izrael. Fermat në Izrael mbijetonin vetëm nga përpunimi i plehut dhe nuk kishte më interes për qumshin, por kishte interes të mbante baktin, të shtonte baktin në mënyrë që ai të shiste plehun organik me çmime që e shiste të barabartë me çmimin si produktivitet i ditë i barabartë me prodhimin e qumshit apo të mishit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe me që më përmendë qumshin dhe mishin, Bashkimi Evropian kërkon standarde dhe sektorët kryesor të bujqësisë përveç perimeve që i përmendë që ne eksportojmë, dhe që sot me sa duket nuk i përmbushin standardet, janë qumshti, mishi dhe mjalti që ne nuk eksportojmë dot, kemi dhe vezët po ashtu. Këto lloj biznesesh në këto sektor, çfarë duhet bëjnë dhe si duhet ta përballojnë? E rëndësishme është të kuptojmë në themel dhe të përfitojmë nga ekspertët e Bashkimit Evropian parimin e fleksibilitetit. Që do të thotë që ne mund mos i plotësojmë kriteret në pamjen e parë ose duke krahasuar ata që nuk janë profesionistë të fushës. Por në fundit produktet tona janë cilësore. Dhe produktet tona janë cilësore për arsyet që unë ju përmenda. Nëse ne kemi një baxho e cila sot janë mundësit që të qohen panele diellore, janë mundësit që të furnizohet me ujë, janë mundësit që të krijohen disa mekanizma dhe të furnizohet me disa elementë të rëndësishëm të mjeljes. Ne kemi mundësinë që baxho të mos i fshim, po t'i majmë siç i kemi sot. Këto duhet i heqim nga tregu. Por nëse ne do bëjmë këto tre gjëra, t'i çojmë energjinë elektrike përmes paneleve diellore, t'i çojmë mundësinë e ujitjes përmes depozitave apo formave të tjera që janë të mundshme, dhe njëkohësisht ne të çojmë disa makineri e pajisje për mekanizimin e mjeljes dhe të çojmë edhe disa elementë të tjerë, ne kemi mundësinë që në shumë zona ku kemi kullota verore dhe dimërore, ne të kemi mundësinë të kemi edhe përpunimin paraprak të prodhimeve, si të mishit edhe të qumshit. Roli i shtetit aktualisht është i mjaftueshëm apo duhet të vë një shtysë më e madhe në këtë drejtim, sidomos në këtë moment ku jemi që afati, le të themi, ajo që është bërë me dije që në 2030 do të jemi në Bashkimin Evropian, pra objektivi është i afërt tashmë. Shiko, roli i shtetit është i pazvendësueshëm. Veçanërisht kur ka munguar prej shumë kohësh në sektorin e bujqësisë, ka munguar me financim. Nuk është financuar as minimumi i domosdoshëm i këtij sektori. Ka munguar me legjislacion, ka munguar me mekanizim, ka munguar me kooperim. Pra, roli i shtetit ka munguar në shtyllat kryesore që ne mund t'i kishim bërë më mirë, por nuk i kemi bërë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme të theksohet. Roli i shtetit tani merr një përparësi shumë të madhe, veçanërisht në procesin e kooperimit, në mekanizim, inovacion, digitalizim, në financim dhe disbursimin e fondeve grant dhe në përmirësimin e legjislacionit. Në të katër këto shtylla, roli i shtetit është i pazvendësueshëm dhe roli i shtetit është determinues në segmente të caktuar, është determinues në financim. Sot, duke përmendur që kemi produktivitet e ulët, bankat japin 1,52% të totalit kredive, po të shikosh, ne kemi
krahasuar me rajonin, ne kemi disbursimin e fondeve grant më të ultin në rajon, për krahasuar me Bashkimin Evropian përsëri, po këtu është përsëri roli i shtetit, duke pas parasysh tek mekanizmi, inovacioni, digitalizimi, ne deri para pak kohësh kemi pasur taksa për traktorët, kemi të vëshën 20% që e kemi të pa imagjinueshme në paketën fiskale dhe natyrisht duke mos pasur këto mbështetje të domosdoshme nga shteti, ne kërkojmë që shteti të paktën këto 3 vjet të përpush disa nga kërkesat që ne ja kemi quar, disa kërkesa themelore. Ja kemi quar që në nëntor të vitit kaluar, që ishim në kongresin e 5 të agrobiznesit. Dhe natyrisht, nëse do të ecim mbi ato, mbi zbatimin atyre kërkesave, ne nuk është se kërkojmë gjë të jashtëzakonshme dhe të pamundur për të bërë. Pra nuk është se kërkon një buxhet aq të madh. Absolutisht jo. Dhe aq forcë sa. Absolutisht jo. Çdo gjë është e mundur. Çdo gjë është e mundur sot dhe natyrisht do të vi në vijim duke u mundësuar akoma më tepër. Buxheti i shtetit zakonisht nuk është në gjendje siç ka qenë 10 vjet përpara. Është në një gjendje shumë herë më të mirë dhe ka mundësi që ta plotësoj dhe ta përmirësoj financimin në sektorin e bujqësisë dhe ekonomisë ushqimit. Për ta mbyllur një pyetje të fundit, a duhet të trëmben fermerët dhe agrobizneset nga procesi i integrimit apo duhet ta shikojnë si mundësi, si potencial për të zhvilluar, për të konsoliduar më shumë? Ata që kanë investuar, ata që e duan në atë hyrje në Bashkimin Evropian, ata që kanë mundësi konkrete dhe kanë hapësirë dhe mendojnë të ardhmen e fëmijëve të tyre në Europë, ata nuk besoj se do kenë probleme. Probleme do kenë ata që mendojnë se Europa do të zgjidhë problemet që do t'i zgjidhin vetë bizneset. Këtë do të kuptojnë mirë. Përkundrazi, hyrja në Europë, ata që nuk mendojnë për bizneset e tyre, do t'jetë shumë e vështirë dhe për disa do t'jetë skualifikues. Faleminderit. Faleminderit.